Në Spitalin Mbretëresha Geraldin janë hapur sot dyert e një godine të re, e cila shënon fazën e parë të një investimi që do të përfshijë edhe rehabilitimin e godinës ekzistuese. Gjatë inspektimit, kryeministri Edi Rama u ndal te ndryshimet që sipas tij pasur sistemi shëndetësor ndër vite, duke cilësuar transformimin si të dukshëm për çdo qytetar që dëshiron ta shohë. Transformimi i shëndetësisë është në sytë të gjithë atyre që duan të shohin, por shëndetësia është në të njëjtën kohë edhe në gojet e të gjithë atyre që nuk duan të shohin. Sot në sistemin tonë shëndetësor kemi shumë çka për të numëruar, por nuk kemi shumë nga ato probleme që kishim, jo larg po një dekadë më parë. Kryeministri vlerësoi gjithashtu punën e mjekëve dhe infermierëve, duke shprehur se ata përballen shpesh me kritika të pamerituara, ndërsa sipas tij meritojnë respekt dhe vlerësim të vazhdueshëm. Është një volum i jashtëzakonshëm shërbimi, i cili flet për faktin që mjekët dhe infermierët në Shqipëri i shërbejnë publikut, i shërbejnë qytetarëve, i shërbejnë njerëzve që kanë nevojë për ta me dinjitet, dhe çdo gjë tjetër që ndodh fatkeqësisht në sistem dhe që i bie ndesh gjithë shumicës dërmuese të bluzave të bardha nuk e ndyn dot pastërtinë e këtyre bluzave. Dhe natyrisht është pjesë e objektivit për ta bërë dhe më të mirë sistemin, për ta pastruar tërësisht nga çdo lloj kanali ku vjen llumi i rushfetit. Nuk e ndyn dot pastërtinë e këtyre bluzave. Dhe natyrisht është pjesë e objektivit për ta bërë dhe më të mirë sistemin, për ta pastruar tërësisht nga çdo lloj kanali ku vjen llumi i rushfetit. Në fund të fjalës së tij, Rama përmendi dhe rritjen e pagave në sektorin e shëndetësisë, duke premtuar se kjo praktik do të vijojë edhe në të ardhmen si pjesë e mbështetjes për personelin mjekësor në vend. I kemi rritur shumë ndjeshëm, por dua që të jeni të bindura se këtu shumica janë gra për fat mirë, por edhe burrat mundësisht të jeni të bindur, po dhe po nuk u bindet rresi ka të binden gratë. E dini formulën time se po u binden gratë edhe burrat duka ngu shkojnë pastaj, që ne do të vazhdojmë të rrisim pagat, ne do vazhdojmë të kujdesemi për mirëqenien e familjeve tuaja,